Përshëndetje hoxh, si t'ja bëj që çdo gjë që e gatuaj nuk më del e mirë, e burrit nuk i pëlqen. Përshëndetje motër. Ndoshta nuk është problemi që ti s'di me gatu, por burrit nuk ka shije të saktë. Ose është person i cili për çdo sen do mu kacafyt me ty. Këtu mendoj që është problemi. Nuk du tash të nxiti urrëtie mes teje dhe bashkëshortit tënd, por ti kryej obligimet e tua, mas pari nise me bismillah. Ushqimin, kur e përgadit, qoftë bukë apo diçka tjetër. E dyta, mësoje mirë atë artin e gatimit, kuzhinës, qoftë duke shiku në për rrjetet sociale, dini tash ka faqe që të mësojnë qysh më përgadit ushqime gjella, ose duke mësu prej një gruas më të vjetër ose më të mençur, më të ditur se ti në këtë drejtim. Momentin që i kryen qysh duhet, alhamdulillah, ti krye, pasaj thuj, unë që kaq di. Nëse nuk të pëlqen, le shkon le të blen, bile dhe ty le të blen diçka. Por, pse përzgjodha këtë pyetje, për arsye që ti mos të rinë gjithmonë me stresin e frikës se unë i kam fajt, unë i kam fajt, jo. Shpesh faja është që pala tjetër, por ata nuk e shfaqen, ose kanë qëllime me të hup ty motivin, rrib me plot motiv, merri sebebet, kryej që duhet obligimet tua dhe shnosh. Allah të forcoft dhe të rujt.